Çka kisha vesh nëse e kisha pas mramjen e maturës unë si vjet? I love a lace dress. Menoj që është tepër trendy, po është edhe classy, edhe menoj që s'bohet bajat. Mu për veti m'pëlqen shumë ky look. Kështu janë 3 foto të mia, po ashtu është një foto e Kylie. Janë ashtu paka shumë si same vibe, që të look për ndryshe këshit mujt me bo edhe në ngjyra tjera, po se di më ndoket që më të zezë që shtoren mas bukre. Nëse dani me po për shembull pak ma ndryshe, edhe ma të menume, e keni edhe qëtë verzion që edhe kë më pëlqen shumë. Një tjetër opcion që I love është më duke që shto krejt bardh, për qika që ju pëlqen është të më konë ma soft vibes. Më ka pëlqy shumë edhe kë nalt në fotot parë, edhe në këtë foton e fundit për bjan, po edhe me këto me high neck, po do këtë tepër bukur. Plus me shtu për shembull që shtë në izan me pupla, diçka për me bo ma ekstra nëse veç dani. Po edhe me lon krejt simple, shumë bukur. Kur jemi te e bardha, kë është një nga favorite looks të tëna kove, jo veç të Kendall, po prej krejtve. Se di, është prej fustanave që mu pëlqen mas shumë të që i ka vesh në celebrity në i herë. Edhe s'po di, kënë është ta ma shumë i shkom për semi matur, nuk e dia vesh në i kush matur shkort, po konsiderojeni. Unë e kom pas të pembe, që shtë diqka u koni inspirum prej që ti, nuk u kom bashkë njejt, po paka shumë që shto. Edhe iPad në i te për bukur, po që këj bardhe është në qdo ngjyra actually. Kur jemi prap të fustanat që ne i kom vesh në përtarsma, që kjo është po ashtu një tjetër që është tepër special. Edhe mandej në Pinterest i gjeta edhe qëto foto që u doke ashtu kind of the same vibe. Më që kjo ngjyra olive, që si e gjallë për të është ashtu shumë rich. Ta më për femna që dojnë mu doke ashtu ma zojski. Që një look tjetër, kjo shumë Barbie, ama tepër bukur. Më pëlqen sateni shumë, edhe për shembull mi kap flokë që shtu si Bella. Hot, edhe cute, edhe all in one. Për qikat që dojnë mu vesh me xixa, që do opcione, këj Kylie më pat pëlqy shumë që është në foton e parë. është amon ashtu ajo forma që jo më thoni gjithë përdok është njejtë qëto event në qëto darsëm, po veçren tepër bukur. Halternecks janë si pas me një fustanat që rinë mas bukri, ashtu ta vojnë që pjesën e dekoltes mu dok shumë nice. Po, mandej edhe për qika që dojnë mu dok pak ma mbëll të nalt, është dhe që kjo opcione që e kom pas vesh unë ose kjo poshtë. Që kjo materiali që është shto me xixa, po jo ashtu shumë i teprum, atë nuk do këtë ashtu catch, nuk do këtë xixa teprume, jo ashtu gur, po veç mu konë materiali i vizlushëm. Menoj që tepër bukur i rinë edhe rudhat, si të që kjo fotoja, unë që e kom vesh qëto, që shko do këtë ashtu shumë se di, pëndreq edhe materialin diqysh. E mandej për qikat që dojnë me vesh silver tones, i kemi qëto opcione qëto. Ky është fustani im i shumë komentuar. Ky është se ai fustani që lajani në gjyrës, që kon i kaltër ose i arit. Mandej që kë i pari është që më ka pëlqy shumë me që ato lidhësët tepër nice. Ashtu edhe sexy edhe cool njëkohësisht. Edhe mandej që kë më foton e tretë poshtë, më pëlqen që kjo formë shumë, nuk është ashtu i gjatë krejt, po prap di që shmenoj që bën për matur. V-neck also, kush ka qep mu vesh pak ma qalt. Qëtu e kemi edhe qëtë opcionin tjetër që është me qasi gjatësie, jo krejt deri poshtë, po tepër classy. Që kjo menoj është një prej looks ma të bukra që i ka pas veshun Bella në i herë, me flokë kapun që shto, tepër classy. E mandej me qësi gjatësie, më ka pëlqy shumë edhe që kë, për qika që dojmë u kona ashtu pak ma thjesht, po prap mu dok tepër bukur, menoj që this is a look. Plus qaj detaj që është i bardhë se nude për fune, shumë i bukur. Bardhë ze, kemi edhe qëtë opcionen që e kom pas veshon one të shkurt për qika që janë semi matur, ose nuk kujtohet emri i kësaj modelës për momente, po edhe kë ekstrem i bukur i gjati, kështu që bën për dyat. Nuk besoj që kime stand out me kur gjo ma shumë se me një fustan të kuq, sidomos që si të kuqe të bukur, edhe qa që më pëlqaj që kë bile jam shumë zemërgjerë që pëndaj, edhe nuk peruj për vete, se që kë nështë është my favorite deri që ta është veç këshërën i saj bukur, o zot,
Plus që e ka vesh Bella. Edhe me flok kapën qështu, it looks insane. Tepër bukur. Main character. Ku që pashtu e kemi edhe këtë opcionin që e kom pas vesh unë në fotot pare dhe të fundit. Po also edhe që këtë tjetërin pëlqen shumë që është krejti thjesht, po që të përshamë me ljonë me besht ma gjatë. Se di, edhe nëse së është i komplikuar ashtu veç ngjyra të bën gjithçysh me stand out. Një tjetër ngjyrë që është më pëlqyer shumë që një kohë gjatë është e verdha, edhe që janë disa opsione që mendoj që kishin shku shumë për matur. I pari është po ashtu my favorite, nuk e di a vreni, po çto me hajnak janë të më pëlqyer tepër. Ama krejt në fakt, edhe kë i treti që e ka vesh Irina është tepër seksi. Konsiderane se pju kallëzoj keni mu dok. This is another favorite look of mine. Candle tepër hot të dok. Fustani tepër i bukur, ngjyra tepër e bukur, dhe cut që ke gjelbër të shtu me xixa. Se di, mu po m'pëlqen shumë. Edhe këta e kisha bo për vete pra. Nuk bën pa ashtu një black dress. You can't go wrong me fustanci. Prap edhe këta e kisha bo që ashtu najsan v-neck, që si kind of vibe. E me të bardhe kom ljohen opcionale edhe që të farë vibe. Edhe po duka me bo një part të ndokët se mu hargju koha krejt. Ama kalzom një apju pëlqenj. Ju dua.